Israel Defense Forces ka njoftuar se ka kryer sulmin më të madh ndonjëherë ndaj Iranit, duke angazhuar rreth 200 aeroplan luftarak në një operacion të gjerë ajror në orët e para të mëngjesit. Sipas ushtrisë izraelite, sulmet kishin në shënjestër lansues raketash balistike, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe objekte të tjera strategjike ushtarake në Iranin perëndimor dhe qendror. Në një deklaratë zyrtare, IDF tha se aeroplanët luftarak hodhën qindra municione mbi afro 500 objektiva ushtarake, pothuajse njëkohësisht. Ky është sulmi më i madh në historinë e forcave ajrore izraelite, i ekzekutuar pas një planifikimi të kujdesshëm me inteligjencë të cilësisë së lartë, duke sinkronizuar njëkohësisht qindra aeroplan, thuhet në deklaratë. Sipas ushtrisë izraelite, goditjet ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore iraniane mundësuan zgjerimin e superioritetit ajror mbi qiellin iranian dhe i shkaktuan një goditje të rëndë kapaciteteve ofensive të Iranit, veçanërisht vendeve të lëshimit të raketave në pjesën perëndimore të vendit. IDF theksoi se një nga objektivat e goditura në zonën e Tabriz i shërbente njësisë së raketave balistike të Iranit dhe se nga atu, sipas saj, planifikoi lëshimi i 10 raketave drejt Izraelit. Sulmet vijnë në një moment të përshkallëzimit të ndjeshëm të tensioneve midis Izrael, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iran. Sipas raportimeve, Izraeli dhe SBA-ja kanë nisur një seri operacionesh ushtarake kundër objektivave të ushtrisë iraniane, me qëllim dobësimin e kapaciteteve raketore dhe ushtarake, që sipas tyre përbëjnë kërcënim të drejtë për sigurinë rajonale. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ka reaguar me një deklaratë zyrtare duke dënuar provokimet që mund të çojnë në përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak. Ankaraja u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalojnë sulmet menjëherë dhe ka theksuar se është e gatshme të mbështesë përpjekjet për ndërmjetësim për të shmangur një konflikt më të gjerë rajonal. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet. Një përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit rrezikon të destabilizojë jo vetëm rajonin, por edhe tregjet globale dhe sigurinë ndërkombëtare.